Hoxha, dino njeti për këtë? Po të shpuna ju liqit, unë kam kontaktuar me familjarët, me të vlajin, me kushërinjt e ti, që në momentet e para, për shkak të disa rrethanave tjera të njohjes me ta, pra që momenti kur shpresoj që ai mund të ishte i gjallë. Vetëm fakt që në të momente, kam thënë që duhet përgatitemi për planin tjetër, sepse nuk gjendjem dot një motiv të qëndrueshëm se për çfarë mund të ketë ndodhur gjëra. Plus ishim në ditët se kishte dalë akoma kush ishte autori i dyshuar i krimit. Në vetvete personaliteti që ka viktima në këtë rast, në komunikime, më kam parë disa komunikime ku ai interesoi aty për të prerë bileta, ishte shumë korrekt, nuk kishte asnjë çedim në asnjë moment. Madje edhe kur kishte patër mundësi që të përfitonte ndoj 100 euro, kishte ndarë me punonjësin. Pra kishte ndarë 50 me 50. Dhe kjo gjë e bënte që i çonte edhe familjarët, nuk më pyetën për çfarë ka ndodhur kjo gjë. Vetë viktima nuk është një njeri që ka të ardhura, që ka pasuri, që ka një motor, ka pasat motor, ka ajo është gjë më e madhe që ka pasaj. Dhe kryesisht është marrë me këtë pjesën e, si të mund, më shumë ka shërbyer si lloj postieri në këtë histori. Tani, a ka çeduar rrugës, a i ka ndodhur diçka, a mes tyre ka një problem tjetër. Kjo është një çështje që ka ngelur në ajër, po ajo që më ka zhgënjur ose më ka surprizuar për keq deri në këtë moment është të kesh një ngjarje me kaq shumë të dhëna deri tani. Pra u gjet motori, u gjet makina, u gjet karrotreci dhe se kap dot autorin, nuk ka vepruar një organizatë kriminale. Pra ka shumë gjurmë, ka lënë shumë gjurmë, nuk është se ata duket që kanë kryer një krim perfekt, edhe kanë qenë të organizuar mirë. Motori u gjet direkt që të mesme, siç e fshehur e ndiq kamerën. Pra, po ta shikosh në vetvete, ka lënë shumë gjurmë mbrapa dhe fakti që ai po reziston kaq gjatë, po bëhet gati muaj, nga momenti që ka ikur dhe policia nuk e ka kapur, tu është frika që mund ta kishte vizituar këtë mundësi dhe për të kaluar jashtë territorit, dhe kjo do të ishte një problem, domethënë do ta pengonte hetimi për të na çuar edhe tek motivi. Sepse duke kapur direkt autorin, pastaj mund të kishte mundësi nuk kollaj shkonim te motivi. Ndërkohë duke kërkuar motivet për shkuar te autori, është çik rrugë e gjatë. Kjo histori. Për fat keq, jemi para këtij momenti, ende nuk është gjetur autori, të paktën tashmë kemi të qartë se çfarë ka ndodhur, kush e ka bërë, jemi ende të paqartë vetëm te pjesa e motivit, saktësisht cili është motivi pse ka ndodhur kjo gjë. Nuk e di tani, kjo është një histori që do të kishte patur një zgjidhje tjetër, por me sa duket me këto detyrat që ka policia, me 700 detyra të tjera që ka, me sa duket nuk ka arritur dot që ta identifikoj, ta lokalizoj dhe ta arrestoj. Do të ishte qoftë një ngushëllim për familjen e të ndjerit, e viktimës, arrestimi i tij. Fakti që ai nuk është arrestuar, më është akoma një zhgënjim i madh edhe për ta. Policia është duke bërë edhe negociata në fakt me familjarët e autorit të ngjarjes për të bërë të mundur dorëzimin e tij apo lokalizimin, apo është duke bërë dhe veprime të tjera hetimore fokusuar kryesisht tek familjarët e autorit, por deri tani nuk është bërë mundur asgjë. Ndërsa për policinë dhe prokurin, kjo në fund ditës, zoti Rakipi, është një ngjarje e zbardhur dhe pak rëndësi ka se kur do të arrestohet autori i kësaj ngjarje të rëndë fakt. Jo, negociatat për vetëdorëzim nuk mund bëhen me kushte. Jo, nuk po them që po bëhen me kushte. Armand Shakaj kërkon kushte dhe kërkon rrethana lehtësuese, në rastin konkret krimi është makabër dhe duhet të jetë burgimi i përjetshëm pas një diskutimi. Nuk besoj që në fund ditës familjarët dhe ai vetë pretendojnë që nuk do ketë dënim maksimal. Po, vetëdorëzimi është një përpjekje për të lehtësuar pozitën, ndërkohë që në rastin konkret krimi është monstruoz. Do më thënë, një mik të ngusht, ta marrësh, ta thrasësh në zyrën tënde, ta torturosh, ta godasësh, ta qollosh me plumë pas koke, ta trajtosh edhe pas ngjarjes, ta hedhësh në humnere tjera me radhë, do më thënë është nuk e di, është një mendje kriminale e frikshme, që normalisht nuk duhet ketë asnjë lloj negociate, por një aksion të pastërt policisë për arrestimin e tij dhe dënimin nga drejtësia, kaq e thjeshtë. Megjithëse bie dakord me ato çfarë thej që ai po bën negociata për të vetëdorëzuar. Zoti Cakra, le bëj pyetje të fundit sepse kemi kohë. Ju përpoqet në 13 muaj bët me 10 kërkesa minimalisht për ta zbutur masën e sigurisë.
Ndërsa ju dëgjoj që ju këmgullni që nuk ka prova, zoti Meta është i pafajshëm, si është e mundur që gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri kanë refuzuar qoftë kundrejt garancisë që vut për 50.000 eurosh, minimalisht ja zbusin masën e sigurisë stacionare shtëpie, që është identike me arrestin me burg. Pra, qa ndodhi që gjitha këto kërkesa që bët ju, nuk arritu dot në asnjë moment që minimalisht ta zbusin masën e sigurisë. Shiko, prandaj thash që ai nuk e ka çështjen juridike, se po ta kishte juridike duhet ishte sot me një mas tjetër, ose pa mas fare, ose nuk duhet ishte rëmbyer me Ju mendoni që gjithë sistemi gjyqësor e ka çështje politike me metën? Zoti Hoxha, shiko, ju jeni gazetar i vjetër dhe njihni mirë sistemin. Mos harrojmë që vetëm vendimi i gjykatës kushtetuese ishte një vendim skandaloz kur tha sipas një vlerësuesi të jashtëm. Dhe me që se ishte vlerësuesi i jashtëm, atëherë ata perceptimi ishte që ai duhet të rinë në burg. Vetëm kaq mjafton që të kuptosh vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe kjo ka pakun të gjithë atyre zinxhirit të tjerë të gjykatave, pra të gjykatës shkallës parë, gjykatës apelit apo gjykatës lartë. Kështu që unë këtë e kam dhe ai vetë di shumë mirë që është aty për këtë arsye, por problemi është që ai nga her pas here rëmben edhe pasioni, sepse padyshim është në paraburgim dhe kur jam paraburgim me mas arresti normalisht fillon edhe del edhe nga vetja, por nëse do t'i kishte treguar ndoshta për këmbështrimin tim edhe më i qetë dhe më i durueshëm, padyshim që unë mendoj se do ishte me një mas tjetër. Është thjesht, domethënë edhe ne që flasim këtu, avokat, ju e dini më mirë, sigurisht se keni qenë në kontakt vazhdueshëm, por është thjesht të flasësh, domethënë, por kushtet e një të burgosurit në rast të tilla e ish presidentit e gjitha çfarë thatë ju, ndoshta i detyrojnë atij, jo në rastin me ty, ndoshta domethënë të mendoj ndryshe nga ju dhe ai ka drejt ta bëj këtë gjë. Avokat, unë falenderoj shumë. Faleminderit dhe ju përshëndes, natë e mirë. Për të gjitha sqarimet dhe ne do të jemi dhe për raste të tjera që ju keni në dispozicion. Faleminderit. Natë e mirë, se ma hoqit avokatin me njerë. Do njerë ju veproni në një mënyrë shumë të beft. Pam, i ishtë një para se të temu natë e mirë. Se du të mlinit të thoshe natë e mirë, e kupton? Jo do thonë që ja vigilent. Respektohet, bëni një vigilencë më të madhe se shduhet. Po mirë, bëni, hajde. Iku vetë. Vape madhe. Iku vetë. Mbylli. Ja, për a gabimun. Tani, protesta vape të mërshme të gjithë, si që thashë në tonë se ti përqesh, kjo ngjarja që me avokatin, që i largohet avokatit, gjithë fevziu që azisoj kënd aty, se kishtë thënë që nuk sillen mirë me turistët e tjera, ngjarjet pa numërta, por edhe vrasjet vazhdojnë. Dhe nuk ka zgjidhje. Domethënë, ka ndodhur, ditët që kemi diskutuar në gjitha, dhe pa zgjidhje. Për shembull, kemi detajet e reja nga vrasja e Glant Koçit. Çfarë kemi, kush e di më saktë nga ju? Klodia apo Tanoxha? Tani është vetëm Ose e dini barabar? Proceduriale, pastaj le të vazhdoj tani, Prokuroria e Tiranës ka kërkuar leje në gjykatë për bërkëqyrjen e disa kompjuterave që janë sekuestruar në zyrën e autorit të dyshuar të ngjarjes Armand Shakaj, sepse pavarësisht se ka dyshime të forte që Glant Koçi mund të jetë marrë peng